Keni kollë dhe dhimbje fyti, kjo recet do ju shëroj brenda ditës. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni 7 lugë vaj të kokosit, 7 lugë mjalt të pastër mundësisht organik dhe kanellë. Hidheni kokosin në një tas, më pas shtoni gradualisht mjaltin dhe përzjeni derisa kështu të formoni një krem të trashë. Pastaj shtoni pluhurin e kakaos dhe përzjeni. Tani merrni një tabaka plastike me forma të vogla dhe kthejeni përbërjen. Lëreni që të ngrijë për disa minuta dhe tashmë bombonet të cilat do të shërojnë fytin tuaj janë gati. Merrni sipas nevojës gjatë ditës, ndërsa pjesën tjetër lëreni në frigorifer në mënyrë që të ruajnë formën. Por, fal kësaj recete ju do të harroni kollitjen dhe do të qetësoni fytin e skuqur.